Dhe se pa e ndjek rrugën e tij nuk mundesh me kon rrugën e vërtet. Dhe pa e ndjek rrugën e tij nuk ka mundësi asesi me hin xhenet. Ajo është shoqëria me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dikush ka me na vetë o hoq, po na s'kina jetu me te, si na konë shkollë bashkë me te, as kina pas momente takimi me te. Kjo është e vërtet, se na jemi të jetu në shekullin e 15 hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ai ka jetu para 1400 kusur viteve. Mirë po shef në vllazni, janë dy momente nga historia islame që e japin një mesazh të jashtëzakonshëm. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve tha në pranitë e shokëve të tij, tha voditu law anni ra'aytu ikhwanana. Ka marr malli, po kam dëshirë me i pa shokët e mi, vllaznit e mi. E i than shokë që i kishte për rreth, ja Rasulullah, a nuk kena na vllaznit e tu? Ka në ta shofsh, që neve na ki. Na jena këtu me ty, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Ju jeni shokët e mi, e vllazit e mi janë ata që halas kanë ardhë, ata që do vinë më vonë, e që do mbesojnë mu, pa hiq. Neve ndoshta nuk na merr malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama atë ka marr malli për neve. Atë e kishte marr malli në atë kohë me na po neve që vim mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i besojmë ati, e ndjekim rrugën e ti, i zbatojmë sunetin e ti, edhe pse nuk e kemi pa ata. E tash, me të vërtet, ky moment është sfidues për mu dhe për ty. Atë sallallahu alaihi wasallam që s'kishte nevojë për ne, që nuk është kusht i besimit tek ai, atë e kishte marrë malli për besimtarët që kanë më ardhur më vonë, e kanë më besu atij si pejgamber të Allahut, e kanë më ndjek rrugën e tij, kanë zbatuar sunetin e tij, atë e kishte marrë malli për ne. E mua dhe ty, ndoshta kalojnë ditë, e javë, e muj, e nuk na shkon mendja hiç me mendu, a thu vallë, si do ishte kon puna jonë me pas kon gjallë në kohën e tij. A thu, do ishim kon të gatshëm me përkra atë me krejt çka kemi. A thu vallë, do ishim në përkrahjen e tij me krejt fuqinë që kishim. A thu vallë, do e ndjekshmi rrugën e tij, do e ndëgjoshmi fjalët e tija, do e donim atë më shumë se baba e nona, më shumë se gruaja e fëmia, bile më shumë se vetja jonë. Apo Zoti mos e bëv, ndoshta do ishim nanën e kundërt, Allahu na ruaj. Kemi nevojë na shpesh herë me ja parashkru vetes këtë pyetje, edhe me i nxjerr në shesh këto dilema, këto mendime. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Allahu i zgjodhi ashtu sikur se kishte zgjedhur edhe pejgambert e tij, e donin atë më shumë se vetja e tij. Ishin përkrahësit e tij, duke rreziku edhe jetën, edhe familjen, edhe pasurinë e tyre. Parashkohet pyetja unë edhe ti, sot me kanë situata që na duhet me fliju vetën tonë, familjen tonë, pasurinë tonë, këtë që kemi pushtetin tonë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a thu vallë, këshim sakrifikuar. Është pyetje shumë e madhe, është pyetje shumë serioze, është dilemë që nëse nalemi me mendu holl e holl, nuk do kemi fuqinë me dalë me përgjigjet saktë, fuqishme, guximshme, zëshme, se na e shohim shpesh herë dështimin tonë. Ama unë edhe ti duhet me kuptu. Sharti i imanit është la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Askush për juve nuk mund të jetë besimtar derisa nuk jam më i dashur te ai se prindi i vet, fëmia i vet dhe krejt njerëzit në përgjithësi. Omeri radiallahu anhu në ditë tha ja Rasulullah, unë ty du ma shumë se baba jem, ma shumë se evladi jem, ama vetin e du ma shumë se ty. Omeri radiallahu ishte i sinqert, ishte i qartë, ishte transparent, nuk ndrejke e lafe, nuk ishte dyftyrsh, qa kishte në zemër, e thëjke në gojë. Mirë keq, u analizojke matutje, ama nuk bëjke dyftyrsi, munafiklëk. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, du ma shumë se baba, du ma shumë se evladi, ama vetën teme du ma shumë se ty. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la ja Omer, nuk është tamam imani jo të Omer.
Ti je i sinqert, edhe unë jam i sinqert me ty. S'është tamam imani jote. Tha çka? Tha derisa nuk më don mua më shumë se vetën tënde. Tha, a çashtu po thu? Tha, po. Shart i imanit të një muslimanit është me dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetën e vet. Përndryshe imani jote është iman. E tha, kështu ka na puna, po. Tha, tash ja Rasulullah duhet ty më shumë se vetën tënde. Edhe andaj të gjithë sahabët ishin të gatshëm me rreziku jetën e vet, familjen e vet, pasurinë e vet për me mbrojtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.